Ishte zhdukur prej 2 ditësh. Policia gjen trupin e pajetë të 50 vjeçarit në Gjirin e Hartës. Një 49 vjeçar nga Tirana, i identifikuar si Naim Likometi, i shpallur i zhdukur që prej mëngjesit të 8 marsit 2025, vetëm pak më parë, policia ka gjetur trupin e pajetë të tij në plazhin e Gjirit të Hartës. Rreth orës 14 në vendin e quajtur Gjiri i Hartës është gjetur i pajetë shtetasi Naim Likometi, 50 vjeç, banues në Tiranë, i cili paraprakisht dyshohet se është vetmbytur. Trupi i këtij shtetasi u gjet si rezultat i kërkimeve të pandërprera të kryera nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Sarand në bashkëpunim me shërbimet e Policisë Kufitare Sarand pas kallëzimit të bërë dje nga bashkëshortja e 50 vjeçarit për humbjen e kontakteve me të. Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të rastit.